Ka njerëz që largohen nga vendlinja për të ndërtuar jetën e tyre, por ka edhe nga ata që sado larg të shkojnë, e mbajnë vendlinje në zemër dhe e kthejnë suksesin e tyre në shërbim të komunitetit. Një prej tyre është Ndue Ftoni, një emër i njohur jo vetëm në Dukagjinë e Shkodër, por edhe në diasporën shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Historia e tij nisi më 13 qershor 1956 në Ndrejaj të Shoshit, në zemër të Dukagjinit. Ne kena një familje molle, shtëpia e Mjellit në zonën e Shoshit, në shtëpi e njoftën në gjitha zonat e Malësisë, parton. Dhe që kena një familje prej 20 vetash që ka jetuar bashkë. Një fëmijëri e rritur mes maleve, traditave dhe vlerave të trashëguara brez pas brezi. Kjo është trollëse ku kam lindur dhe 4 vllazën 3 motra. Kur s'është menuar se këven do të thësh finale, nuk do të jeton. Do bëja si koha, dikush për të larguar jashtë shtetit, dikush për të rënë Shkodër, nga vetë kushtet e tilla. Vetëm 14 vjeç ishte dita kur për herë të parë la Shoshin dhe udhtoi drejt Shkodrës, një moment që do të shënonte fillimin e një rruge të gjatë sfidash dhe suksesesh. Në moshën 25 vjeçare largohet nga Dukagjini dhe nis punë në ndërmarrjen e furnizimit të punëtorëve të hidrocentralit të Komanit. Më pas në vitin 1986 vendoset në Gur të Zi, ku ndërton jetën dhe stabilizohet me familjen e tij. Atë krija familje, jetova 12 vite. Kam një jetë që për të vitet të parushme duke gjetë një popull mjaft bujar, fetar, me tradita, dhe e gjeta vetën shumë mirë me ata njerëz. Por ëndra e tij nuk ndalej aty. Në vitin 1996 me rrugën e emigrimit drejt Amerikës. Shikimi im mrapa ishte moment që unë shtanga duke menue se do udhtojnë vetëm trupi im për në Shtetet Bashkuara të Amerikës jashtë i vendit dhe me zemër me shpirt do të jem gjithmonë në vendin tim. Takimin me Amerikën për herë të parë përjetova si të kapësh një gur dhe ta hedhësh, ti japësh ka dhe ta hedhësh dikun, ashtu kom zbritur në Amerikë, pa ditë kam të shkuar në botë. E mojmen fort mirë kur ka në Amerikë, i cili ka punuar pa lodhë, ditë e natë, pa pas kërkan për afër, as pjesëtarët e familjes më të ngushtë, por ka arrije atë që sot ne jemi mbledhur këtu për ta oruar, për ta përgëzuar. Si mirë emigrant shqiptar dhe ai e nisi nga puna më e thjeshtë. Punoi si pjatalarës duke mos kursyer as mundin dhe as sakrificat. Ne kena kanë pash pares, se s'kem ditë ku shkojmë. Ishin vite të vështira, por të mbushura me besim, këmbgulje dhe vendosmëri. Nuja ishte një shembull atij shqiptarit të devotshëm, punëtor, të palodhur, i cili edhe në fund botës po ta çosh, i vën përdorim vullnetin e tij, talentet e tij dhe arrin që të bëhet dikush që të dallohet në atë komunitetin e madh të shqiptarëve në Amerikë. Vetëm 3 vite më vonë, në vitin 1999, themelon biznesin e tij të parë, kompaninë Ftoni Brothers, e cila furnizonte me produkte ushqimore restorantet në shtetin e Michiganit. I ka fituar paret me punë, me djerës, i pastër dhe për mua, qindra dhe mirat shqiptarë të tjerë. Kur marrin këtë rrugë, si rrugën e Ndue Ftonit, mendoj se ka merita. Nuja kishte bërë shumë miq, njerëz të cilët e admironin në sajt faktit që ishte gjithmonë i qeshur, gjithmonë i gatshëm për të ndihmuar të tjerët, me ndjenjen e shërbimit ndaj të tjerëve. Zoti Ndue Ftoni mbetet një bashkëdhetar, do të thoja, i shkëlqyer, këtu në diasporë, një shok i mirë dhe një biznesmen i fuqishëm me rezultate shumë të mira. Suksesi erdhi gradualisht në vitin 2006, bleu marketin e mishit Ftoni Meat, i njohur si Dukagjini Meat. Por unë jam kryinalt që i kam mu emrin shqiptar, prendesh, dhe jam në midis të gjitha këtë biznese këtu që konkuroj, dhe të gjithë e din se unë nga Shqipëria, me punëtorët e mi, ju bëj atë shërbim që ata me të knoqën dhe spyesin a ke janin
aftoni o Amerikan, o Gjerman, o Grek, o ashtu, por kush është ai që i shërben më mirë. Një njeri i ardhur nga Shqipëria me një histori pothuajse të pashkruar për biznes, të vinë në një shtet të madh si është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në kushte të reja, në marrëdhënie të reja, dhe me pa njohuri mbi gjuhën angleze, të futet me një ndërvjellësi të papar, është me të vërtet një histori suksesi në lidhje me punën dhe arritjet e këtij njeriu. 2 vite më vonë, në vitin 2008, bleu kompaninë Imperial House. Që ishte një shtëpi ku njerëzit tanë, kisha jonë gjithë aty kemi bën festat e flamurit, kemi dasma aty në bën fejesa, gëzimet e tjera, raste e tjera të jetës, i kemi bën në shtëpi që për neve ka qenë mas kishës, mas kësaj qendrës tonë ku kemi zhvillu aktivitetin tonë, ka qenë vendi i dytë ku aty jemi mbledhur. I një sallë e madhe që është për 1.200-300 vetë ata që duan me bën gëzime në atë sallë. Në oftoni vazhdou e punou e zhvillou në atë sallë, edhe erdhën punët e gjanat që doshën mu bën punët e datlindje, gjana kombëtare, dazma, edhe noja gjithë se cilit ja bërballote e një mote për me bën dazmën, me bën gjanat kombëtare, mlidhjet, kush do që i vite këtu, në oftoni i merte, e i pritte, e i qitte darkat falë, nuk i ka marrë kur kuj as një dollar për çdo kush që ka marrë këtu. Siç thonë amerikanët, nuk bën give up, por rikthej edhe një herë nga e para, me kurajo, me iniciativë dhe fillon historinë e suksesit. Ndodhesha një herë në Imperial House dhe vjen një Amerikane me disa handikapat dhe i kërkoi menaxherit një sallë dhe disa kushte minimale për të ndëruar ato në një aktivitet. Sa po mori vesh në uftoni, i tha sallën e ke lirë, ushqimin e ke lirë dhe gjitha shpenzimit do t'i përballoj. Dhe asaj i shkun lot, e tha, falë se po të pyesën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk pyesën se prej ka je, çfarë nacionaliteti je, por ajo do të ishte me ngjyrë, do të ndinte nga është ky njeri. Ande në uftoni tha jam shqiptar. Edhe ajo tha Zotit bekoft Shqipërinë. Në vitin 2013 zgjeroi aktivitetin e tij duke bler televizionin ACTV dhe agjencinë e udhëtimeve World Travel. ACTV, një televizion që ka krijuar fizionominë e vet, transmeton çdo natë në kanalin 19 të këtij rrjeti kablor shtetëror, ku ka promovuar vlera dhe jep lajmet e gjitha aktivitetet që ndodhin në komunitetin shqiptar këtu në Michigan. Unë shkollë kam shkollën e jetës, kam marrë 8 vjeç shkollë, por pri moment të bëna intelektuale. Se në vitin 93 më thotë njerën qoftë se bën 50.000 lekë, do t'jap me amës shkollën e mesme. Dhe mas 6 muaj shqiqe 50.000 shkollën e lartë. E mora atë diplomë, kërëva punë dhe mas 10 ditë tu pi kafe me të shokë, më thonë, çfarë shkollë ke? Thëm, kam shkollën e mesme. Ku ke marrë filan men? Kur shka kanë drejtori, kam marrë ullën aty shkollën, unë aty s'nik shka kanë. Dhe në shkova muhabet, me të mundësit e mija, dhe kur dola, mora rrugën shkova në shpi, e kom marra diplomë, e kam shkruaj bënga copa, dhe se ka pa kush makur, se më nëve e parë se nuk tjep e men as firma, as vula, njeri duhet jenë vetë vetja, ku do që t'jenë, se nuk bëjnë as letrat, as vulat nuk bëjnë. Në Amerikë më ka pyet kush kura ke shkollë, sa shkollë ke. Disa vjetë e me radhë punojmë bashkë, është një burr i ndershëm, i thom në oftoni me 2 zemra. Ndërsa në vitin 2015 bleu restorantin me 120 vende, ftoni koni, duke krijuar kështu një rrjet të rëndësishëm biznesesh në Michigan. Duke pas njerëz të tillë si në uftoni, komuniteti shqiptar
është ndjehet krenar sepse prezantohet shumë mirë dhe prezantohet me dinjitet këtu ku jetojmë, por njëkohësisht i bëhet mirë dhe vendlindje sa më shumë të tillë si Nuftonit Kimi, aq më e nderuar është edhe Shqipëria. Tregtari si punë e shkrimtarit, lind. Me vjen një njeri i ditë në punë dhe i thotë sekretarës do të takoj Nuftonin. Vjen në zyre, thotë kom nevojë për punë. Qa punën i thomë, thotë punoj qa të kesh nevojë. Por kom një problem, thotë. Thomë, qa është problemi? Ba me arë ma vonë, mësë më thanë kush pëse erë dhe vonë, se kam dhe punë. Ba me dalë ma heret, mësë më thanë kush pëse dole ka heret për e punë. I thëmë unë, a din anglisht? Thotë jo. Po, a ke shkollë? Thotë jo. I ven punë e kam unë, i thëmë. Atë ven punë e kam unë, se me gjumë pak, e pa shkollë jam unë, do së më nërë qoj kujnë atë ven punë e vështar që një vend tjetër. Por për ndu Eftoni suksesi nuk ka qenë kur, vetëm një çështje biznesi. Mburem me Nuftonin dhe është një shembull për komunitetin tonë dhe për këtë komunitet që ne duhet jemi më të bashkuar, edhe këtë toni Nuftoni e ka bërë. Është një biznesmen i suksesshëm, është një njeri me zemër të madhe, është një shok i mirë. Në vitin 2005 themeloi shoqatën Dukagjini në Detroit, duke bashkuar shqiptarët dhe trevës së tij dhe duke promovuar vlerat kombëtare larg dheut. Kënaqet zemra që ekzistojnë evente të tilla kaq larg në Amerikë për me qëllim për me majtë shqiptarët e marrësorët bashkë. Krijuar me një vendlinje të vogël në të vend. Kemi krijuar një shoqat Dukagjini këtu, si shumë shoqata të tjera që janë krijuar këtu, është e domosdoshme për ne se ne kemi ikë nga vendi jonë, gjakun tonë e kemi lënë atje, por ne duhet jemi vëllezër e motra me njëri tjetrin këtu për të ruajtur traditën. Është ngjitur mbi mesataren e kësaj jete, duke vepruar edhe si bamirës, duke vepruar edhe si mecenat i artit dhe përgjithsisht i aktiviteteve që promovojnë kulturën, artin edhe historinë tonë. Një vendosmëri për të kryer punët në të mirë të zhvillimit të biznesit, të tij individual, por ka qenë vazhdimisht edhe një individ pozitiv për të gjitha aktivitetet, ngjarjet, eventet që ne kemi përjetuar në diasporë, veçanërisht ato që kanë të bëjnë me vendlindjen tonë, me Adeun, me Shqipërinë. Nuftoni, kjo më ka bërë përshtypje, ka mbetur po ai shqiptar. Gëzoj që dhe të tjerët të marrin një shembull që të ne mos vim këtu dhe Amerikën duhet ta duam. Amerika është vendi i demokracisë. Na ka dhënë gjëra që ne me punë që e meritojmë sigurisht, por jemi të pranueshëm. Nuk të thotë se këtu je shqiptar apo serb apo grek, të gjithë ose kinez, të gjithë trajtohen një lloj. E këtë ta jep Amerika. Mirë po, të qëndrosh njeri, të qëndrosh shqiptar. Më ka bërë përshtypje sepse ky gjithmonë, si thash, nënat, që gëzohen kur veten në Shqipëri, të bëjnë lakror, byrek, baklava, e ku di unë të presit, dhe Nuftoni kënaqet kur shqiptarët vinë dhe u jep darkë dreka siç që ka dhënë në shumë raste. Por humanizmi i ndu Eftonit nuk ka të matur. Ishte viti 2007 pas tragjedisë së Kirit, kur ai dërgoi 11 milion lekë të vjetra për familjet e prekura. Për vite me radhë ka sponsorizuar gazetën Dukagjini, ka mbështetur botime të autorëve që kanë shkruar historinë e kësaj treve dhe ka qenë një nga kontribuesit kryesor të ansamblit Treva, duke e mbështetur për rreth 7 vite me radhë. Do të çmoja shpirtin e mirë, zemrën e tij bujare, ruajtja e vlerave familjare, sepse ai vjen nga një familje tepër bujare, që është e njohur në zonën e Dukagjinit, por ato tradita të mira, bashkëpunimit të pakursyer që ai i ka ofruar të gjithë bashkëpunëtorëve, kryesisht bashkëdetarëve tanë këtu, e bëjnë atë që të jetë i veçantë. Kontributi i tij për sportin nuk mungoi. Në vitin 2013 dhuroi 4 milion lekë të vjetra për palestrën e mundjes në Shkodër, duke e financuar shtrimin e tapetit sportiv. Po atë vit, qyteti i Shkodrës e nderoi me titullin Mirënjohja e qytetit. Janë njerëz të cilët nuk e kërkojnë lavdin.
por lavdia u shkon pas aty. Ndu Eftoni ka ndihmuar dhjetra familje në nevojë dhe shumë të sëmur që kërkonin trajtim mjekësor. Në vitin 2019 dhuroi 5 milion lekë për 3 fëmijë të jetim në Fusharës, pasi humbën tragjikisht prindrit e tyre. Gjatë pandemisë së vitit 2020 kontriboi me 10 milion lekë për familjet në nevojë në Shkodër. Ai zotin e nevojës pas në morë, në moshën të ditë. Falenderoj Moftonin për këtë ditë të vështira se na ka kujtuar me këto gjëra të mira. Ona nërës nojës, edhe ju falë zotin nërës nojës se këtë pashë që vinë që e ka kujtuar zotin e vetën këtë pak likësijet të gazepit që ka pasë. Një nga angazhimet e tij më të rëndësishme ka qenë lobimi për rikonstruksionin e rrugës së Dukagjinit. Në vitin 2016 ai u përfshi aktivisht në takime, verifikime në teren dhe ngritjen e grupeve të punës për ta çuar përpara këtë projekt jetik për zonën. Nga buxheti i tij ai ofroi 20 milion lekë të vjetra për nxitjen e punimeve në rrugën e Dukagjinit. Sot, në 20 kilometra për me dalë në Dukagjin duhen 4 orë dhe jena të izoluar me tokë, me prodhime, me gjithçka atje. Në të gjithë botën me ira, s'mund ta gjejmë vend të izoluar, as mallë, as me emër sa ka Dukagjini për Shqipërinë, s'mund ta gjejmë të izoluar siç është Dukagjini sot. Dhe ne kërkojmë ndihmën tuaj. Unë kam qit $20,000 të mijat, por janë zero në atë punë. Dhe gjithë Dukagjini, gjithë apar Dukagjini, me bashkë çka kena rrugën e Dukagjinit s'mund ta nxjerrim, as mund të qesim manet, por duke pasur ne edhe qeveria, edhe ju të na shifni se na jena të i mundu për diçka, jena mundu për të bani fund, sa do të vogël atë që mund ta bëjmë si këtu si në diasporë, dhe do t'ju them çdo Dukagjinësit që kena detyrë për vendin tonë, dhe secili ka detyrë që të kontribuojnë tani në veten për të kontribuar për vendin e vet. Por unë ju garantoj, si kryetare e Këshillit Qarkut dhe si përfaqësuese e këtij institucioni, që ju e keni ndërruar sot me prezencën tuaj, me anë të një kërkese nga pala juaj, ne do t'i shkojmë deri në fund kërkesave tuaja dhe do t'ju mbështesim në të në format ligjore të mundshme. Dashuria për vendimje nuk është shprehur vetëm përmes ndihmave financiare. Nga Amerika i është kthyer plot 54 herë në Shoshë dhe Dukagjin. Unë tu marrë frym kurvi, për duke një atë shpirtin dhimbjen për vendlinën teme, duhet që edhe këta Dukagjinas që janë lerrit të vend, sot kanë dalë për këtë vend dhe kanë rënë në Shkodër, mos e quajnë rahati pa infrastrukturën e këtij vendi, ta kupton? Se është detyra jona për ta marrë të vend, se këtu kanë atë baba, gjysha tona dhe janë rritë me shekuj njerëzit në të vend. Çdo vizitë ka qenë një rikthim te rrënjët, te miqt, te bashkëfshatarët dhe te njerëzit e zemrës. Në këto vizita ka ftuar dhe mikpritur qindra miq e shok, duke promovuar bukuritë dhe vlerat e trevës së tij. Qysh atë ditë që duhen në migrim me shokët e vetë sipas në vojtje, i mor, i duhen nga vojtjet, i majti. Ullanimin, erdh në çdo rast, çdo fest, ka ardhën shosh, i ka përkujtue edhe ne dy vestina ka flasim këtu. Mua dhe lulashin çdo fest. Për Amerikën që gërishin ne ka çuo paret, ne ka përkujtue, ne ka ruo festat, është një njerëz i ruo shumë traditën e të malsorit, traditën e të parëve. Traditën e shqiptarit, pra nuk ka mall me tret. Kur i kalin zemër tamam, për me ruajt, çka don me ruajt, një djalin e ruam i shoshit. Për asnjëherë ai nuk e haron vendlinjen tonë. Duke shkuar, duke vizituar vendlinjen e vet, njëkohësisht edhe duke ndihmuar atje. Ndu Eftoni e ka aplikuar në këtë komunitet, i cili nuk ka rëndësi përkatësia, nuk ka rëndësi besimi, nuk ka rëndësi gjua, është e jugut apo e veriut. Të gjithë janë të barabartë dhe një lloj për filantropistin e njohur, zotin Ndu Eftoni. Patriotizm pa ditori nuk ka, po dhe edhe për pasuri nuk ka. Të treja ja ka dhënë Ndu Eftoni Perëndia. Ndu Eftoni sot është simboli një dritë meteori që nesër do t'jenë me 10 shqiptar djemtë dhe vajzat tona. Falë angazhimit, punës, zellit, interesimit dhe dashurisë të njerëzve të vetë,
për vete, për familje dhe për kombin tonë. Dhe Nueftoni ka bën shumë, jo vetëm për biznesin e vetë dhe për familjen, por edhe për të ndihmuar. Nueftoni kur nuk ka kërkua, nëse nuk ka bë përçamje të njeriu çfarë feja, a çfarë krahine është, ky ka da njerëzit në njerëz të mirë dhe njerëz jo të mirë. Dhe sigurisht se ajo është një virtyt i tij lartë, i cili e cilëson dhe karakterizon këtë njeri të mirë. Liderët bëhen ekspert në punën e tij, karakter që do të thotë integritet, puna me përkushtim, shpirti fitores që e kanë karakterizuar ky zotëni, që ka arrit këto gjëra. Ka arrit me ndryshu vetveten dhe prandaj ka arrit në këto rezultate. Mirë se ka për zoti sonde në këtë festë tradicionale të zonës Dugaxhinit e Shoshit, kryesisht si barak i Shoshit. Ne na mësuar gjithmonë, si thosh, me misë me dashamir për të kamtuar festat, se është se na kanë dhuruar parë tonë, cilat edhe ne do t'i ruajmë dhe do t'ja trashëgojmë atyne që vinë pas nesh. Nueftoni të urojmë 100 vite, faleminderit për festën e emër të artistëve të Shkodrës, të cilët sa herë që kanë ardhur në Amerikë, janë ndjerë si në shtëpinë e tyre kur kanë travu tyre. Për këtë të falenderoj sinqerisht me gjithë zemër, me emër të tyre. Nueftoni shuhet për bujarinë e tij, duke shtruar sofra jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke i dhënë rëndësi çdo feste me karakter fetar e kombëtar, por dhe në mbyllje të sezoneve verore. Ju falenderoj dhe ju uroj gjitha të mirat dhe jam krenar që jam midis jush dhe jam krenar që kemi midis ne. Unë të falenderoj për këtë speech korrekt dhe shumë signifikant. Dhe dua të them, jam i lumtur që ti je shëndosh e mirë. Jem mes nesh dhe gjithmonë duke falënderuar mikun tim të shenjtë, Nueftoni, Pal Shkrelin, të cilët Luj Gjoka e të tjerë, të cilët me shumë impenjim, me shumë dashuri kanë folur dhe kanë ndjekur edhe curin time nëpërmjet teje edhe interesin tënd për mua. O ju të tanë me knasi, duhem me ju thanë, shoku të mirë mos i jatë shpinën, o as të kesel as të mirën. Në këtë takim në shtëpinë e Nueftonit, që na bashkoi si din Nueftoni me i bashkuar shqiptarët, dhe din gjithmonë me i bashkuar shqiptarët nga gjitha krahinat, për me diskutu dhe me u bashku si vllazën shqiptar. Në shtëpinë e tij në Michigan ai hapi jo vetëm dyer, por edhe zemrën, duke pritur me një bujari të rrallë. Artistët nga Shqipëria, mikpritja e tij e jashtëzakonshme e bëri largësinë të dukej e vogël dhe Amerikën të ndihej si një copë e dheut. Dhe na bashkov Zoti dhe na lash bashk me zemër e me shpirt e me bashkëpunim veç për të mira të familjes tona, të kombit shqiptar dhe shqiptarëve të kudo që janë, që kena bashkimin e tjetën dhe marrëveshje e dashnie. Gëzuar.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Ndueftoni është bërë një urë lidhëse mes shqiptarëve dhe institucioneve amerikane. Ai ka organizuar takime të rëndësishme, ka pritur personalitetet të larta shqiptare dhe amerikane, president, kryeministra, kongresmen dhe diplomat, duke promovuar vazhdimisht çështjet shqiptare. Fala autoriteti që krijoi në Amerikë, Ndueftoni është takuar me personalitetet më të larta të shtetit, si presidentin Bill Clinton, Sikur me landorën në Zotit, më ka du kur i komandorën për herë parë Clintonit në atë kohë. Kryeministrin britanik Tony Blair, kryetarin e shtetit të New Yorkut Eliot Engel, kryetari i shtetit të Michiganit Carl Levin, senatorin e Michiganit Gary Peter, generalin e NATO-s Walter Clark, antarin e Këshillit Bashkiak të New Yorkut Mark Johney e të tjerë. Zoti Kryeministër, mirë se erdhët në Bashkimin e Amerikës për të takuar vëllezërit dhe motrat shqiptare që jemi këtu në Amerikë. Unë jam Ndueftoni. Vin nga Dugazini i Shkodrës në kufimin e qiellit. Kam 28 vite në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jam antikomunist dhe demokrat i flak dhe kam nerin që kam marrë sot për të takuar kryeministrin e shqiptarëve në Amerikë. Në takimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Shqipëri, nuk ka nguruar asnjëherë të ngrej probleme, por dhe zgjeroi zgjidhjet për lehtësirat që ju duhen bërë diasporës për të investuar në Shqipëri. Kena shumë dëshirë për vendin tonë, kena dëshirë të gjithë me investua si kur shoqëri tjera, kisha për të kërkuar se për shqiptare. A mundet me na garantuar në 80% si zembe të vetën tonë, me gjithë atje, që mos më nartë kushteterave me kriteret që kanë biznesën gjithë botën, se edhe unë maj, që në zonë teme, kur vesh asfaltin në shosh, dhe në 200.000 e $500.000, edhe në këmos jam, unë do t'investoj atje, ose në bujqësi, ose në dektori, ose në turizëm. Dhe si unë ka shumë edhe këtu në Amerikë. Unë s'kam qenë antar i asnjë partie kur. Janë 30 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dua Shqipërinë dhe shqiptarët, jam kombëtar, nuk jam partijak. Të gjithë, edhe ata që kanë shkruar për mua është me parti këtë janë, nuk ka problem, më bë kryeministra nesër, unë i respektoj dhe i nderoj si kryeministra e vendit. Një moment kulmori ishte organizimi i festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë në vitin 2012. Vëllezër e motra nga Shqipëria, Kosova, Presheva, Bojanoski, Dibra Male, Manastiri Çameria. Të përshëndes ju që jeni sonde këtu. Në këtë mbrëmje, por në të njëjtën kohë të përshëndes të gjithë shqiptarët kudo që janë dhe të uroj gëzuar 100 vjetorin e pavarësisë. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 1200 shqiptarë dhe autoritete amerikane. E gjithë veprimtaria u financua nga Ndueftoni. Me shpirtin e tij bujar, në vitin 2012 organizoi 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, ku morën pjesë 1200 shqiptarë nga të gjitha krahinat dhe 60 personalitete amerikane. Ftoj Ndueftonin të vinë këtu për të marrë një dekorat për 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. I vetmi shqiptar, i vetmi aktivist në trojet tona shqiptare dhe ka flitet gjuha shqipe, i cili sponsorizoi një shumë madhe tradar e çmallështore ku zemra e çdo shqiptarit, qysh nga plaku deri te fëmia me madhështi e prishte atë natë për ta festuar. Vepra të tilla që kushtojnë para, që kërkojnë burime materiale të shumta, i kryen një njeri që është me të vërtet patriot.
Në atë mbrëmje ai u nderua me një certifikat të veçantë nga Kongresi Amerikan për kontributin e tij. Gjithashtu publikisht në këtë fest ndu e ftonit ju dorëzua certifikata vlerësuese nga kryetari i shtetit të Michiganit Carl Levin. Vitet kanë sjellë edhe vlerësime të shumta. Ai është shpallur qytetar nderi i Shoshit, nderi i qarkut Shkodër, i Bashkisë së Vaudenës. Republika e Shqipërisë, Bashkia e Vaudenës i jep Zotit Nuftoni titullin nderi i Bashkisë Vaudenës me motivacionin për meritat veçanta dhe për ndihmën e vyer dhënë artistëve shqiptarë në Amerikë, për rolin e rëndësishëm në fushën e biznesit, si dhe për zhvillimin dhe promovimin e kulturës, traditave dhe vlerave artistike kryetare. Qytetar nderi rrethinave, nderi i shoqatës atletare Dukagjini dhe ka marrë medalje nderi nga Ministria e Brendshme e Shqipërisë për promovimin e vlerave kombëtare e të tjerë. Qendra e Artit dhe Kulturës Shqiptare që vjen nga Shqipëria. Nderi i Qendrës së Artit dhe të Kulturës Shqiptare, Zotit Ndueftoni, me motivacionin biznesmen suksesi, humanist dhe mbështetës i paqes sociale. Vërmendari i shuar i vlerave liridashëse kombëtare dhe një sensibilizues e promovues shëmbullor i tyre, vazhdojës i denjë i virtyteve tradicionale, artëdashës dhe mbështetës, si dhe sponsorizues nga më të rëndësishmit e vlerave kulturore artistike në Shqipëri dhe në komunitetin shqiptar të diasporës, pra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Biznesi i tij Ftoni Mit është vlerësuar si lider i industrisë në Michigan, ndërsa në vitin 2015 u nderua në Teatrin Migjeni si shkodrani më i suksesshëm në diasporë. Kam nderin t'i dorëzoj një burri malësie, një personaliteti i diasporës, Zotit Nueftoni, mikpritësi më i madh i artistëve dhe jo vetëm, i të gjithë shqiptarëve në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E gëzosh. Unë kam nderin të sonde t'i dorëzoj të mirënjohje vokalit më të mirë, kombëtares të merituame Alma Velaj, e cila lekë në Shqipëri për edhe diasporën rrëfetojnë zani i saj që e ka mundë të hënë me klasirë diasporë. Ju falemnderit për respektin ne që ja kena kthyer shpinën venit tonë, duke pas ju këtu, s'na kënë lanë kur folet tona më ftof. Kena zjet shpirtin, kena sin, ne trupin e kena atje, për zemrën e shpirtin e kena gjithmonë këtu. Mjaft Media kanë përcjellur vit pas viti aktivitetet e tij, duke sjellë një model mjaft të mirë për shoqërinë shqiptare. Vendosur që këtë hapësirë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri t'ia dedikojmë njërit prej emigrantëve të suksesshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Do të kemi mundësi tashmë që nëpërmjet një lidhje me Skype të lidhemi me zotin Ndueftoni, i cili është kryetari i shoqatës Dukagjini në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Michigan, por edhe humanist, një shqiptar amerikan që ka rreth 30 vite që jeton dhe punon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke njoftë Amerikën dhe duke nije mallin për linjën time atë ku jam rrit, jam si puna asaj burrët e grus, si i thot gruaja burrit, po ba më u kthye herë mbrapa, a do më kisha marrë prap. Edhe unë sikur kisha më kthyer rinia, edhe një herë mbrapa, kur s'kisha për të larguar për vendin tim, po avon kontributet në vendin tim dhe jo në Amerikas në vendet tjera të botës. Dramaturgu Fadil Kraja i kushtoi veprën Guxon një biografi e sjellë me mjaft mjeshtëri. Se ishte vërtet një njeri që me guxim, me kamgullje, arriti qëllimit e tij. Bëri përshtypje dashuria e tij për vendlimin, ose më mirë me thanë, zbërthimin e asaj fjale të urtë të popullit tonë, që thot, në qoftë se nuk din prej ka ke ardhë, nuk din edhe ku shkon. Jo vetëm aftësitë e larë përmendura, por ai dallohet edhe për aftësitë e këndimit në lahut, apo thurjeve të vargjeve të improvizuara aty në qast. Unë që ju thmi, ju kam mësu në vegleve, pak o shumë me kesë sa ju bje, por s'kam dash të la atë që një në shpirtin tim, s'kam dash të la kërkën mëra, po ku do shkoj si di kam me vedi. Unë taj nga Michigani, e në ropënan, pak më kanë alzani, o për vëntan, po kam kelzani.
i kam trashëguar prej babës se i ka pas gjithmonë në kanën mrapa. Historia e Ndueftonit është historia një emigranti që nuk e harroi kur vendin nga ku nis. Është historia një njeriu që ndërtoi suksesi me punë të ndershme, por që nuk e mbajti atë vetëm për vete. Ai e ktheu suksesin në mbështetje për komunitetin, në ndihmë për njerëzit në nevojë dhe në krenari për Dukagjinin e Shkodrën. Vlerat që ka shoshi, Dukagjini, Shkodra dhe Shqipëria si janë parkon në botë. Dhe në qoftë se integrosh me atë edukat që ke vitur në Shqipëri, flet me gjithë botën. Në nderim të kontributit të tij ndër vite, 70 vjetori i lindjes u festua në ambientet e Art Center Blue Sky, në praninë e shumë personaliteteve, miqve dhe bashkëpunëtorëve, të cilët vlerësuan figurën, veprën dhe gjurmën e lënë prej Ndueftonit në komunitet. Kisha merituar 100 vjet, pasi fort sa jam i dash, nuk lus për vitor tjetër për të arsye, se nuk mund bashkoj më një kunur tillë me mbrathua si që një sonde. Sot emri Ndueftonit mbetet simboli për kushtimit, bujarisë dhe dashurisë për vendindjen. Një dëshmi e gjallë se rrënjët e forta nuk harrohen kur, pavarësisht sa larg të çon jeta. Për një burr në Michigan, për shumë vepra që